Disa shtetas kanë përfunduar në prangat e policisë së Shkodrës gjatë 24 orëve të fundit. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një 24 vjeçar banues në fshatin Barbullush, i cili u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Ndërkohë një 19 vjeçar u procedua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve arrestuan një 43 vjeçar banues në Tiranë pasi dyshohet se ka djegur 2 pajisje pune dhe ka vjedhur disa pajisje të tjera në kurorën në pronësi të një 15 vjeçari në fshatin Malikolaj të Velipojës. Ndërkohë një 39 vjeçar u vu në pranga pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Po specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet në prokurori ku nisi procedim për një 24 vjeçar pasi ka kanosur me fjalë një 34 vjeçar për motive të dobta. Në Puku procedua një 66 vjeçar dhe një 72 vjeçar pasi janë kallëzuar nga një 42 vjeçare se 66 vjeçari e ka fyer dhe kanosur, ndërsa 72 vjeçari se ka dëmtuar tubat e ujësillësit në burimin e ujit që furnizon banesën e tij. Për të gjitha këto raste, materialet i kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprimet mëtejshme.